Gjykata e posaçme ka kaluar për gjykim dosjen ndaj ish-kryetarit të Bashkisë së Shkodrës Bars Pahia. SPAK e akuzon për veprën penale të pengimit të ekzekutimeve të vendimeve të gjykatës pas kallëzimit të bërë nga ish-drejtori i Urësjellësit të kanalizimeve Shkodër, Mark Molla, por për Spahin kallëzimi ndaj tij është përdorur politikisht me qëllim dëmtimin e tij. Ku katër të ri, Arben Broci, Bojar Beshanaku, Nazmi Kyrziu dhe Besnik Cekja humën jetën pikërisht duke kërkuar mbrojtjen e votës së lirë 34 vite më parë. Sot, për fat të keq, edhe një herë shqiptarët kërkojnë respektimin e votës lirë, mbrojtjen e votës së tyre. Thotë se ka qenë kryetari i Bashkisë Shkodër ka zbatuar vetëm ligjin. Çështjen time për gjykim, sigurisht unë nuk pranova gjykimin e shkurtuar, kërkova gjykimin normal, pikërisht i bindur se kjo është një padi e përgatitur e organizuar në zyrat e Partisë Socialiste, jo vetëm të Shkodrës, por edhe të Tiranës, të cilët përdorin një person të dënuar për vjedhje dhe korrupsion dhe ndaj të cilit dhe për të cilin kontrolli i lartë i shtetit ka bërë një relacion ku kërkonte shkarkimin për abuzime. Përdoret ky person për të ngritur një padi ndaj meje, kam pas udhërrëfyes vetëm zbatimin e ligjit. Sipas SPAK, rezulton e provuar se Bars Pahia, në cilësinë e kryetarit të Asamblesë së Përgjithshme të Urësjellës Kanalizimeve Shkodër, njëkohësisht edhe kryetari i Bashkisë, ka marrë vendimet për të liruar nga detyra shtetasi Mark Molla në funksionin e administratorit të Urësjellës Kanalizimeve dhe duke emëruar në këtë detyrë shtetasin Arvid Bushati. Mëtej shtohet se shtetasi Mark Molla ka bërë ankim në gjykatë, e cila ka sanksionuar pezullimin e shkarkimit. Pavarësisht kësaj, sipas prokurorisë, Pahia, edhe pse kishte dijeni, ka anashkaluar këtë urdhër gjyqësor, duke nxjerrë 7 ditë më vonë 3 vendime të tjera përmes të cilave sërish e ka shkarkuar nga detyra dhe ka emëruar Arvid Bushatin si administrator. Nëse Pahia do të gjendet fajtor nga GKK, ai rrezikon nga gjob deri në 2 vite burg.